I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në të dielën e 11 të Lukait, sot lexojmë këtë shëmbulltyr. Pastaj Jesu ju tregoi një shëmbulltyr. Një herë dikush kishte ftuar shumë njerëz në një darkë të madhe. Kur erdhi koha për darkën, dërgoi shërbëtorët e tij që të njoftonte të ftuarit. Ejani, tani tryeza është shtruar. Të gjitha janë gati. Por të gjithë filluan të justifikoheshin njëri pas tjetrit. I pari tha, kam bler një arë, prandaj më duhet të shkoj patjetër për ta parë. Të lutem, thuaj të më fal. I dyti tha, kam bler 5 pend qepë, shkoj ti provoj. Të lutem, thuaj të më fal. I treti tha, sapo u martova, nuk mund të vi. Shërbëtori u kthye në shtëpi dhe i tregoi të Zotit gjithçka. I Zoti i shtëpisë u zemërua dhe i tha, dil në përsheshet, e në rrugët e qytetit dhe sill këtu të varfërit, sakatët, të verbrit, të paralizuarit. Shërbëtori u kthye dhe lajmëroi, Zot, urdhrin tënd e zbatova, por ka akoma vend. I tha Zoti, zotëria, dil në për rrugë, përmes fushave dhe në për garde dhe fto me gur njerëzit që vinë që të mbushet shtëpia plot. Po ju them se asnjë nga ata që ishin të ftuar nuk do shijojnë darkën time, sepse shumë janë të ftuar, por pak janë të zgjedhur. Kjo pra është shëmbulltyra që tregoi Zoti Jezu Krisht tek judejt, por që kisha e lexon vazhdimisht, sidomos edhe tani kur jemi në këtë periudhë përgatitore për të pritur Krishtlindjen. E kemi dëgjuar disa herë këtë shëmbulltyr, por gjithmonë sa herë që ne lexojmë shkrimin e shenjtë, kuptimet janë akoma më të thella. Prandaj, shkrimi i shenjtë nuk është thjesht një roman që ti e lexove dhe pastaj e fute në bibliotekë dhe nuk kujtohesh më për të. Shkrimi i shenjtë është një puls i thellë që gjithmonë shkon të shuash etjen shpirtërore, është një minjer që ka thesare të panumërta, që sa më shumë gërmon, aq më shumë gjen. Dhe gjendja jonë shpirtërore nuk është statike. Ne pretendojmë se rritemi në Zotin. Pra rritemi shpirtërisht, rritemi mendërisht dhe sa që ne e lexojmë shkrimin e shenjtë në stade të ndryshme, në kohë të ndryshme, siç na jep dhe kisha përsëri dhe përsëri, ne kuptojmë shkrimin e shenjtë në një stad më të lartë, hym më thellë. Por le të japim interpretimin që jep kisha ortodokse sipas etrave të shenjtë kësaj shëmbulltyre. Patjetër, Krishti nuk ishte duke treguar një histori të rëndomt, se si dikush bën një darkë ose për një dasëm e fton njerëz dhe gjitha. Por Krishti merrte elementet e jetës dhe me anë të tyre ndërtonte këto histori dhe kërkonte të na thoshte të fsheta mistere të urtësisë së Perëndisë. Dhe tregon për një zotëri që bëri një darkë të madhe. Ky zotëria është Perëndia, i cili përgatit për njerëzit, për ne njerëzit mëkatar, njerëzit e rëndomt, njerëzit që shkojnë drejt fundit, drejt vdekjes, që ndonjëherë jeta njerëzore duket kaq e pavlerë, por për Perëndinë është shumë e vlefshme, sepse njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndisë. Dhe Zoti do me të gjitha mundësitë, me shkencën hyjnore ta shpëtojë njeriu dhe ta bëj njeriu jo vetëm shërbëtor, por ta bëj njeriu bir, ta bëj njeriu të ngjashëm me veten, ta bëj njeriu që të ulet në një tryezë me Perëndinë, siç ulet biri me atin, vllai me vllain, miku me mikun. A e kuptoni se sa lart e ka ngritur Zoti njeriu në Krishtin? Ashtu si thot dhe shën Athanasi i Madh, Perëndia u bë njeri në Krishtin që njeriu të bëhet perëndi, në një rang me Perëndinë. Dhe Perëndia ka krijuar për njeriu një mbretëri, mbretërinë e qiejve. Dhe e ka ftuar njeriu në një darkë.
Mbretëria e qeve, ose mbretëria e Perëndis, ikonizohet me një darkë, me një dasëm, ku njerëzit harojnë të gjitha shqetësimet, adhet, lodhjet, dhe shkojnë atë darkë të argëtohen, të gëzojnë, të këndojnë, të kërcejnë, të kënaqen. Kështu pra Perëndia ka përgatitur për neve. Dhe i fton njerëzit. I fton njerëzit jo se ka nevojë, kjo është shumë e rëndësishme, po i fton njerëzit nga dashuria. Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Është i përmbushur si qenie, sepse nëse ai do kishte nevojë për shërbëtor, si krijoi ëngjit, dhe pastaj njerëzit, atë nuk do ishte Perëndi. Por edhe ëngjit, edhe njerëzit i krijoi nga dashuria. Dhe nga dashuria ai na fton ne në mbretërinë e tij, jo se ka nevojë të shërbejmë siç i shërbejnë disa mbretit. Por çështja është që kur ai i bëri të gjitha gati, dhe fjala u bën të gjitha gati, tregon që Perëndia bëri të mundur, jo vetëm shpëtimin e njerëzit, që ishte ndarë nga Perëndia nga mëkati stëgjyshor dhe mëkatet personale, por e pastroi, e ndriçoi, e shenjtëroi njeriu me veprën shpëtimtare të Krishtit, i cili nga bekim u bë mallkim për neve, na shpagoi nga mëkati. Dhe jo vetëm na shpagoi nga mëkati, na bëri të ngjashëm me veten dhe na ngriti në një rang, siç tham, në një rang me Perëndin. Dhe çështja është që Perëndia fton tash. Të gjitha janë gati, të gjitha u bën të mundura që ne njerëzit të marrim pjesë në mbretërinë e Perëndis. Sa të privilegjuar do ishim neve, sikur një mbret i pasur ose një i pushtetshëm do na ftonte ne në darkë, në dasëm. Patjetër që ne do ishim shumë të privilegjuar, do shqetësoheshim çfarë do vishnim, si do shkonim, çfarë do thonim, etj, dhe do mendonim si do argëtoheshim. Dhe na ikte edhe gjumi. Por sa më tepër ne Perëndia na fton në mbretërinë e tij, në mbretërinë ku mbretërojnë ëngjit, dhe ne vetë të mbretërojmë bashkë me ëngjit, duke adhuruar dhe duke lavdëruar Zotin. Por dëgjuam që Perëndia dërgoi shërbëtorët që përmenden këtu janë profetët e dhjatës vjetër, ata që u dërguan te populli i Izraelit, pastaj janë apostujt në dhjatën e re që dërguan tek kombet, dhe janë episkopët, janë priftërinjt, janë teologët, janë katekistët, të cilët dërgohen tek krishterët, që t'i ftojnë në mbretërinë e Perëndis. Do thoni juve, ku është mbretëria e Perëndis? Ne do të shkojmë. Ja ku është mbretëria e Perëndis. Çdo kish është ikonë e mbretërisë Perëndis. Nuk e ka lënë mbretërinë e Perëndis vetëm në qiell Zoti, e dha edhe në tokë. Prandaj u ndërtua kjo kish, që ne këtu të takohemi me mbretin, se mbretëria e Perëndis është ku është mbreti, ku është Krishti është mbretëria e Perëndis. Dhe këtu ne takohemi me Krishtin nëpërmjet adhurimit, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet mistereve, dhe misteri më i madh është trupi dhe gjaku i Krishtit, i cili bëhet prezent, i dukshëm, i prekshëm dhe na ushqen. Por përsëri dëgjuam që njëri nga të ftuarit u justifikua dhe tha, kam bler një ar, më duhet shkoj ta shikoj, të lutem më falësh. Tjetri tha, kam bler 5 pendçe, duhet t'i provoj. Tjetri tha, i martuar, sa u martova, dori me gruan, me fëmijët e mi, me familjen, dhe nuk mund të vit dot. Kush janë këta njerëz që justifikuan dhe nuk e pranua ftesën e zotërisë, e Perëndis? Në fillim ishin judejt. Judejt e refuzuan ftesën që Perëndia i bëri si nëpërmjet profetëve, por edhe nëpërmjet Krishtit vet, edhe apostujve. Ata e refuzuan, nuk pranuan të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Por janë dhe të gjithë ata nga kombet, të cilët nuk e pranuan predikimin e apostujve dhe vazhdojnë nuk pranojnë predikimin e kishës. Dhe justifikohen edhe pse janë të krishterë me tradit, nuk e pranojnë ftesën për të hyrë në mbretërinë e Perëndis. Çdo me thënë, do thoni juve, s'ta ardh në ftesën në shtëpi.
Nuk na ka thënë dikush që një mbret ju fton, Krishti ju fton në darkën e tij. Ju fton kisha. Kjo këmban që ra sot, pa tjetër që u dëgjua, se ra që të dëgjohet, por disa vesh ishin të shurdhër. Disa vesh thanë nuk është për ne kjo këmban. Dhe çfarë bën ata? Shkuan në parar ata që. Disa morën bakti për ta nxjerrë. Disa arrin me gruan në krevat dhe me familjen dhe me fëmijët. Dhe nuk vinë në kish. Sepse jo se refuzuan, por nuk duan. A kuptoni? Nuk duan të marrin pjesë në mbretërinë e Perëndis. Pse nuk duan? Tregojnë karike të bosh. Ata nuk duan të vinë. Nuk është një distancë e madhe. Kisha është në mes të fshatit. Secili prej jush për 5 minuta, maksimumi 10 minuta mund të vinë në kish. Po ja që nuk duan. Çështja është jo se Perëndia humbet. Ne humbasim. Prandaj Zotëria i tha: mirë, shko dhe thirr të qalë, të verbër, të paralizuar. Sidhi të gjithë këtu. Pra, kush janë të qalë, të verbër, të paralizuar? Janë mëkatarët. Ata që ju dejnë i shikonin si të lënë mënjan, prostitutat, ta gramblesit, ose njerëzit vulnerabël, njerëzit të cilët i shikojnë me përbuzja. Por këta i thret Zoti. Dhe këta që mbajnë veten për të shenjtë, me tradit, të zgjuar, të ditur, të pasur, që nuk vinë kish, ta do mbeten jashtë. Dhe kisha do mbushet, po do mbushet me ata që neve nuk i vlerësojmë, po që për Perëndin janë shumë të vlefshëm. Sepse tek Zoti nuk vjet me egoizëm, as me fodullëk, vjet me përurësi, vjet me pendim. Vetëm ai që ka përurësi dhe pendim, ai vjen kish. Të tjerë nuk vinë kish, sepse quajnë veten o të shenjtë, o të panevojshëm për të vinë kish, sepse janë të pasur, janë të shëndetshëm, janë të fuqishëm. Ç'na duhet kisha, ç'na duhet Zoti? Po prit. Se do vi dita që do përulen, do sëmuren, do bien nga vakti, do falimentojnë, po ndoshta mund të jetë shumë vonë. Dhe shërbëtori tha, ftova tha, por përsëri ka vend. Në shtëpinë e Perëndis ka vend pafundësisht. Nuk ka një vend të përcaktuar si ndonjëherë në për disa darka apo dasma, që nuk ftohen dot gjithë sepse nuk ka vend, nuk ka lokali vend. Mbretëria e Perëndis është për të gjithë njerëzimin, që nga njeriu i parë deri te njeriu i fundit. Nuk shteret vendi atje. Po çështja është jo të gjithë shkojnë atje. Dhe fatkeqësisht ka shumë vende bosh atje. Ata që e refuzuan për ty në mbretërinë e Perëndis. Ata që nuk kanë ardhur në kish, ata nuk kanë vajtur atje. Ata që nuk vinë në kish, nuk do hyjnë atje. Harojeni këtë. Si thot një shenjtor, ai që nuk e respekton të dielën, nuk do ta shikojë fytyrën e Perëndis as në këtë jetë, as në përjetësi. Dhe shkon në për gardhe, në për udhkryqe. Çdo thot gardhe udhkryqe. Pra Zoti dërgoi në fillim apostujt tek judejt, pastaj dërgoi tek kombet, që të thriste dhe kombet mbretërinë e Perëndis, sepse judejt mendonin se mbretëria e Perëndis është vetëm për ta, jo për kombet. Mbretëria e Perëndis në Krishtin është për gjithë njerëzimin, për grekun, për judeun, për shqiptarin, për rumunin, për kinezin, për turkun, për arabin, për të gjithë. Për gjithë është mbretëria e Perëndis. Por kur ata e besojnë në Krishtin, bëhen pjesë e mbretërisë së Perëndis, se bëhen krishter, bëhen njerëz të ri. Dhe kështu pra u mbush shtëpia, të dashur të krishterë. Nëse ne do refuzojmë ardhin në mbretërinë e Perëndis, pra në kish, dhe nuk do marrim pjesë në misteret e shenjta, të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, ne do t'i bëjmë dëm shumë të madh vetes. Sepse thotë, asnjë nga ata që ishin të ftuar dhe refuzoi nuk do të marrë pjesë në darkë. Perëndia është i drejtë. Shpëtimi është bërë gati për neve, po shpëtimi nuk vepron në mënyrë arbitrare, pa dëshirën tonë, pa lirinë tonë. Ne duhet ta pranojmë këtë shpëtim. Kjo quhet sinergji në kish. Pra Zoti jep, njeriu duhet të marrë. Zoti jep, por nuk të imponon, nuk të dhunon, nuk të merr me forcë. As Zoti, as kisha, as prifti nuk të vjen në të marrë me forcë, siç vijnë
disa heretik trokasin në përdyer e hyn e të shplajnë trurin. Dhe fatkeqësisht krishterët i pranojnë. Jo, kisha të fton. Të fton. Çështja është ti do të pranosh ftesën apo jo. Dhe të dashur të krishterë, këtu në kishën e fshatit tuaj, me lutjet që bën kisha nëpërmjet priftit, çfarë ndodh? Misteri më i madh, të cilët ëngjëjt vinë rreth altarit e lakmojnë për ta marrë dhe nuk e marrin dot. Çfarë është? Trupi të gjaku i Krishtit, që jepet për ndjesën e mëkateve dhe për jetë përjetshme. E tha Krishti, kush nuk e ha mishin e birit njëri në pik gjakun e tij, nuk ka jetë në veten e vet. Dhe ai që ha mishin tim dhe pigjan ka jetë në veten e tij dhe unë do ta ngjall atë. Kur ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, ne jemi pjesë në mbretërinë e Perëndisë. Kemi hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Jemi bërë pjesë e mbretërisë Perëndisë. Dhe tek neve në shpirtrat tanë vjen shpirti i shenjtë. Na pastron, na ndriçon, na shenjtëron, na hynizon. Trupat tanë marrin farën e ngjalljes. Dhe që tani e përjetojmë mbretërinë e Perëndisë. E fundit është ajo që na thuhet përse i ngjell. Shumë janë të ftuar, pak janë të zgjedhur. Ftesa është për të gjithë njerëzit. Nuk ka dallim kisha këtu. Nuk bën kisha ndarje politike, gjinore, racore. Të gjithë i fton. Të gjithë i fton. Por çështja është, jo të gjithë e pranojnë. Pra jemi ftuar nga Zoti, por zgjedhja varet nga neve. Sepse disa mendojnë sikur Zoti i mban me atër disa, kurse disa tjerë ka lënë më njanë. Jo, Zoti do të gjithë njësoj, madje e dërgon diellin edhe për të mirë dhe për të ligj, por jo të gjithë e duan mirësinë e Zotit. Jo të gjithë pranojnë ftesën e Zotit. Jo të gjithë marrin pjesë në darkën e Zotit, në mbretërinë e Zotit, sepse nuk e duan. Dhe do vijë një ditë që jeta do mbarojë. Dhe kur mbaron jeta, atëherë kujtohemi për Perëndin, për mbretërinë e Perëndisë, për detyrat që kemi, po është shumë vonë. Dhe paradoksi do jetë kjo, që edhe pse vim nga tradita e krishterë, që kemi brez pas brezi, edhe pse kemi emrin të krishterë, dhe pse kemi kish këtu, e prift, e tjera, një ditë do të shikojmë veten jashtë, jo vetëm nga kjo kish, nga mbretëria e Zotit, në ferr, dhe shumë të tjerë që s'kishin lidhje fare me krishterimin, as emrat, as traditën, do t'i shikojnë mbretërinë e Perëndisë, dhe do çuditemi. Po së hyn këta dhe ne mbetëm jashtë? Po, ata hyn se e pranuan ftesën e Zotit, kurse fatkeqësisht ata të tjerët që mbetën jashtë e refuzuan. Prandaj mbajini mend këto gjëra. Respektoni çdo të diel. Jeni të detyruar të vini në kish. Dhe jo vetëm të vini e të rini, se këtu nuk është teatër, por të përgatiteni me pagëzimin, me pendim rrëfimin, që të kungoheni. Kjo na bën pjesëtar të mbretërisë së Perëndisë. Amin.